Full ship show. Yeah! Style Trump. Hey, Trump style. Kap, Trump style, ha? Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full ship. Mirëmbrëma të gjithëve. Ju përshëndesim gjithëve dhe mirë se ju gjejmë të gjithëve. Kudo që jeni në shtëpitë tuaja, anë mban diasporës dhe treva tona shqiptare. Nga shtëpia më e madhe më e bukur e diasporës shqiptare. Sonte do të rokasim në 2 vende dhe kemi 2 reportazha ekskluzive për shikuesit tanë dhe pastaj ne duhet ta mbyllim këtë sezon së bashku me Loçkin Tim Marash deri në sezonin tjetër. Kështu që, përpara se dalim te reportazhet Marash, dua të falenderojmë Prishtina Tiket si partner i Full Ship Show në këtë sezon, i cili ka qenë korrekt dhe realisht na ka dhënë shumë shërbime të mira për të udhëtuar nga Prishtina në Zvicër, në Zyri, në Bazel, në Gjenevë dhe në 16 destinacione të tjera të Evropës. Të falenderojmë nga zemra Prishtina Tiket për bashkëpunimin me Full Ship Show. Partneri i dytë është Ozone Hair Clinic, të cilën e falenderojmë me zemër për bashkëpunimin, për këtë bashkëpunim të shëndosh të mirë për 4 vite radhazi. Mos them 5 vite radhazi, se di tash i 5 i fillon apo 4, 5 nuk e di, ta shohim se akoma më duket i 5 i fillon, apo jo. Mirë, por puna atyre, puna shkëlqyer e Ozone Hair Clinic që ka bërë me klientët e saj Marash, ka qenë diçka fantastike. Njerëzit janë shumë të kënaqur me Ozone Hair Clinic, ka bërë derman dhe përveç se është biznes, ka bërë dhe sevap. Ka sjell bukuri, ka sjell flok, ka sjell lumturi tek njerëzit, kështu që të falenderojmë nga zemra Ozone Hair Clinic. Kemi partnerin tjetër që është ADC Kosova Advanced Dental Center, i cili ka sjell buzëqeshjen shqiptarëve. ADC Kosova Advanced Dental Center është një partner jonë i cili ka qenë shumë i mirë dhe shumë i suksesshëm, ku ju urojmë gjithat mirat dhe suksese dhe falenderojmë me zemrën për bashkëpunimin me Full Ship Show. Faleminderit shumë. Kemi një tjetër të cilin duhet ta falenderojmë për këtë sezon, AM Food, fabrika e mishit në Bazel dhe importusi i bjen, importusi, realisht se eksportusi i bjen të nxjerrësh nga Kosova, po importusi i shijes vendlindjes, i cili na sill shijen e vendlindjes në Zvicër. Përveç produkteve ballkanike dhe produkteve tona, ka dhe mishin e tertë dhe të njohur, e cila është fabrikë mishit e kualifikuar dhe certifikuar nga shteti zvicran, të cilin e falenderoj me zemër për bashkëpunimin AM Food. M Transport, kompania e transportit nga Kosova në Zvicër, në Gjermani dhe në Siltas. Faleminderit shumë për bashkëpunimin dhe punën e mirë që u ke bërë shqiptarëve këtë vit që po bashkëpunojmë me Full Ship Show. Të falenderojmë nga zemra për të bashkëpunim të mirë dhe të sinqert dhe korrekt. Këtu kemi partnerin ton zyrtar dhe të pandashëm Full Ship Show. Tashi duhet të trokasim diku përpara se ta mbyllim. E shohim se ku po trokasim sonte. Ka ma mirë se sa me e hap prej mesit Prizrenit gëzuar me gjithë me kafe ekspres, pe bëjshin mirë kafe në ekspres në Prizren. Ju përshëndes gjithëve, një mbyllje këtij sezoni fantastik, ja ku jemi këtu me babën e rrugës, Cadillac Eldorado i vitit 1976. Jemi sot mes qytetit bukur Prizrenit, ku kemi ftesë nga Old Timer Club Prizreni. Edhe është 20 vjetori realisht. Edhe e hati kryetari, themelusi i Old Timer Club Prizrenit, na ka ftu, kemi ardhur nga larg me prezantu Old Timerat një diçka shumë e bukur edhe po jap të mesazh për gjithë që keni dëshirë me pas Old Timera. Në qoftë se nuk e provoni dhe e shijoni,
se çfarë ndjesi është ta kesh një oldtimer dhe dalësh me të, nuk mundesh me besu. E unë sot kam ardhur du me folë për gjitha këto makina, do ta kushtojmë këtë mbyllje të sezonit oldtimer edhe këtij eventi, edhe kam dëshirë me i marrë dhe këta pronarët e makinave, i kam njohur disa njerëz shumë të mrekullueshëm, edhe du me i pyet pak për makinat e tyre. Kjo është aeroplani i Fullship Show, siç e dini gjithmonë ju kam treguar për aeroplanin ton. Njerëzit po bëjnë fotografi në këto momente, e kjo është e bukur që ju jep kënaqësi edhe njerëzve për të bërë fotografi dhe video e për të shijuar makinat tona të mrekullueshme. Hajde me mua shoku jem, edhe herë du më falendëruar të gjithë shikuesit e Fullship Show për këtë sezon. Zoti ju ruaj gjithëve, një mbyllje fantastike, s'ka më mirë se sa me mbyll vendin tonë. Kjo do të thotë që zogu Folen nuk e harron kurrë. Ne kemi punu në diaspor gjithë sezonin, po mbyllja në vendin tonë. Kjo do të thotë që duhet me punu në diaspor, me jetu në diaspor, me fitu në diaspor, por gjithmonë mbyllja, investimi në vendin tonë. Ku e kam e hatin? E hati, nuk e di ku është. Do shikoj për e hatin tash për ta gjë. Ja ku është e hati atje. Ja, ai është e hati. Ne do rrim se jemi live, jemi direkt, nuk do na më shqetësu dikën, nuk kena diçka me montazh. E kemi gjithçka spontane dhe transparente. Aja është themeluzi atje, po e kanë bllokuar do njerëz të bëjnë foto. Edhe e kuptoj shumë mirë. Mirë, po diçka shumë fantastike. Ja ku kjo makina këtu. Shikoj se çfarë makine. Hajde shkojmë pak te aeroplani i dytë derisa të lirohet e hati. Aeroplani i dytë i Fullship Show. Ja ku është. Ja. Ky është aeroplani i dytë i Fullship Show. Ja, ky është. Dhe është Cadillac DeVille i vitit 1959. Original, i pa prekur, i pa restauruar dhe i pa vunë dorën të. I mbajtur, i ka vetëm 9.000 milje të kalume, pra shumë i ri, shumë i mbajtur, edhe sot flitet për çmime. Hajde këtu, hajde shefe mbrapa si duket. Ja si duket sikur raketat e Elon Musk. Hajde këtu, hajde qikam, hajde këtu, ja shikoje pak mrapa si duket. Ja, ktheu pak edhe shikoje raketat e Elon Muskut këtu gjigant. Shikoje se çfarë kënaqësie e bukur është me qytetarëve më adhuru këtë kënaqësi, me i pa, me i vizitu këto makina, me bo fotografi. Edhe herë, ju sugjeroj gjithëve që të bleni sa më shumë oldtimera, se është një art në veti. Kam shkaj e hati, ma kanë lëshu e hatin se më duket ma kanë kindapu. E hati! Hajde e hatë të shoki! Hajde herë këtë hatë! Erdhe e hati, shëqër zotit. E kishin kindapu e hatin, ishtë ashtë nëzurëm prej kindapimi. Si e? Mirë Altin. E hatë mbi emri? Oreshka. O hatë Oreshka, qytetari i Prizrenit në duke. Po, qytetari i Prizrenit. Edhe themelusi Oldtimer Club Prizren. Po. 20 vjetori e hatë sot, apo jo? Po, edicionin 20 sot po shini që interesimi i madh i qytetarëve, por edhe ju me dy makina. Tregona e hatë, a është kënaqësi me pas oldtimer dhe çfarë kënaqësia është për ata që se dinë? Po është kënaqësi, por edhe ka punë. Për me ndi një kënaqësi duhet pak edhe me pas një pasion, duhet me dash edhe pastaj për mu kënaq. Por mirë, përgjithësi mirë, derisa ka interesim, derisa ka mija qytetar që po fotografohen. Altin, kemi këty busqeshje në qytetarëve sot. Absolutisht. Sa e ke pasion ti oldtimerin? Makinën vjetër. Unë kam vitit 1966 një makinë të Volvo. Volvo është suedeze, është në gjendje të mirë teknike, edhe me atë autometrin e lëvizi, gjithandej, edhe bëjmë promovimin e Kosovës, Prizrenit, e gjithë dhe neve. Fantastike. A mundesh me më dërgu me atë Volvo në tonë dhe prodhim në suedez, cili ka qenë, se unë i kam makinat e vjetra, i kam pasion edhe une, jam mundu ato rogën time e hatë, e kom shpariqi dhe ne kam kursy me i ble 2 kerët vjetra. Mirë po, kur vje puna për me dalë me to, më dhimësen. Diqyrë që i shofë si bebe, aqë shumë i duhe dhe i dashuroj. Rruga me larkë që kam po me to ka qenë ndoshta 20 km, 30 km. Ti sa ka qenë rruga me larkë që ke po me atë Volvo në tonë? Po një drejtim që rruga me larkë ka qenë 5.000 km. Sa? 5.000 km. 5.000 km, kështu që unë e kisha rekomanduar, Altin. Duhet me vozit, duhet me esh me këta, duhet me sfidu, sepse këta lëvizin, këta esi,
Okej. Mos u frigo që mundesh me merr dikun. Nuk mbet Ja, domethënë. absolutisht. Këta janë Jam në shpirt mathi. Ja, këta janë prodhu për mos me met rrugë. Okej. Na trego për sot. 20 vjetori, sot ka all-timera Që edhe Visarën e kemi këtu në bashkë Hajde Visar Kushi, Visar Kolçi. Kolçi. Visar, më vjen mirë. Visar, prej gjitha trevave ka sot këtu të bashkuar? Po sot kemi nga gjitha trevat, Po. nëse him rajonit kemi të Shqipërisë, Malit Zi, Maqedonisë, Kroacisë, Serbisë, po ashtu kena edhe prej Evropës, Aha. Sloveni, Hungari, Francë, Gjermani. Okej. Kena edhe përfaqësuesit e FIV-s janë këtu, bashkë me ne. Është edicioni jonë tradicionali 20 vjetori. Siç po shihni edhe ju, është një organizim shumë i bukur. Faleminderit edhe për juve që na nderut që erdhët Me kënaqësinë më të madhe. në Prizrenin e bukur. Me kënaqësinë më të madhe në Prizrenin e bukur kemi ardhur sot. Çfarë makine ke vetë personalisht? Unë kam disa makina, po sot kam dalë me një Mercedes 250 vitit 1967. 67. Po. Që kanë moshatar me Cadillacun Eldorado timin që ka. Oh, super, shumë bukur. A është të vështirë mi mbajt, ose unë thash i kam i dashuroj makinat oldtimer, por nëse ka një defekta një problem, ku e gjenë vendin për të restauruar, për të rregulluar? Po, për ndryshe unë jam edhe automekanik, e kam servisin tim, edhe për mu nuk është problem me restauru. A thu e gjeta unë mekanikuna? Ndoshta, Më duket e gjeta dhe unë, mor. Mercedesin tim që e kam prej vitit 85 e kemi na, jemi pronar i dytë, edhe është pothuajse 90% original. Okej. E gjitha, po. Bravo qoftë. Po ashtu dhe vlen të ceket se mujnë e kalum me atin bashkune me Mercedes e atin me Volvo, kemi qenë deri në Kapadokia, duke vozitur 4.000 kilometra kemi bërë. Po, bëjmë se na kam frikë që me mehet në rrugë kush në zgjedh punën pastaj. Tashi Visar, ha? Po, Publikisht s'ke kam më hik, e gjeta mekanikun tim. Edhe ta majmë në ftyrën kur të kem ndonjë problem me makinat e mia. jeni të mirë se ardhur. Direkt te ti. Sot kënaqësi e madhe. Ka pastaj edhe ndarje të çmimeve besoj për Po, tani do ta kemi ndarjen e çmimeve, vetura më e vjetër, Po. vetura më original dhe destinacioni më i lartë. Okej. I kemi 3 dhurata. Këto 3 dhurata. Domethënë, okej, për vendet e para, 3 vendet e tre para. vendet e para. Ta domethënë vetëm 3 vende ka për para. Këto tre- i 5 i jasin e shikues. 3 vendet e para, ndërsa na kena dhënë mirënjohjet, shpërblimet, edhe dje kemi dhënë një pjesë tjetër. Sot është kjo pjesa kryesore që do t'i japim me një bashkëpunëtorin ton që e kemi sponsor, që do t'i japim nga një kuti me pajisje, dhurat për makina, megjithëse sprishën këto makinat, po le t'i kenë në bagazh. Ja, me i pas nuk është ket. Me i pas nuk është ket. Faleminderit shumë Visar. Faleminderit. E hat. Faleminderit edhe për pritjen që na ke bërë, se jemi qysh dje bashkë. Mram ke befasu me veshjen tonë, dhe diçysh na os kam njoftë, gjithë ditën, t'jo tregoj shikuesve valla, se unë kam dëshirë me i tregu këto gjona. Dje gjithë ditën kam nejt me e hatin, u njohem për herë të parë, më mori makinën e vet, më shëtitin e për Prizren, harrova qelësat e makinës, e bom 2 herë xhiro, nej se kret në rregull, ndargët, e lam mu taku te i restorant atje ku ishim fsuar, vjen e hati kostum papion, vi veshër i madhur, një kapele Republika sipër, erdhe aty afër, s'm foli hiç, tash kush që ka kjo valla që erdhe këtu afër s'm foli hiç. Derisi e ka hek kapelen që kam se kam njoh. Ej, shumë kënaqësi e madhe t'jem sot në Prizren. Po, faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë me na nderuar, me respektu se edhe ti ke 2 makina jashtëzakonisht të bukura. Edhe unë ndoshta nuk është e tepër nëse doni mu bashkangjit në ndarjen e shpërblimeve, mu këtu e kemi edhe makina më e vjetër, Ford i vitit 1953. Kjo është ma vjetër. Hajde të shkojmë pak te makina më e vjetër, të lutem. Kjo është makina më e vjetër. Çfarë viti është kjo e hat, mund ta shpjegosh hajde pak? Te vitit 1923, Gazmen Sylaj, ku kemi gazin? Gazmen Sylaj nga Deçani. Ku e kena gazin? Ku është gazi? Tash jetë gazi.
Ka shku gazi me marrë. Ky është më i vjetër, domethënë në këtë aktivitet. gazi e pas ka sigurt gazi Po, çmimi. e ka sigurt. Sigurisht se nuk ka automat më të vjetër, domethënë kjo është një vlerë jashtëzakonisht mirë edhe falenderojmë që erdhë me na respektu sepse ka shumë interes për këtë automjet që është mbi një shekull. Okej, mbi një shekull, tamam mbi një shekull. Shumë interesant. Makinë mbi një shekull, 100 e ca vjeç. Tash vetëm gazin me mujt në gjet me ditë se si e man ku është gazi o vëlla. Hajde gaz deçani poshtë bezën, hajde qerë. Edhe Çego gazi dorë. Edhe gazi po si hordi. Gaz, Po që le vim këtu. gaz hajde këtu se edhe ti sigur Fordi tu hez, avash avash. Gaz sylaj. Sylaj, po. Prej deçani. Deçani, po. Hajde më trego pak për trashëgiminë e këtij makine. Ke ble vetë apo? Po, jo, vllave ka marrë në Amerikë atje. Vllave ka marrë. Po, e ka Para sa sjell. kohë e ka marrë. Para një viti. Para një viti e ka marrë. E tash ti e ke sjell vetë tu ke ato vozita Po, e dhe kom ke sjell. ngarkuar. Jo, kemi ngarkuar atje, kemi provuar transfer prej atje. Okej. Prej Amerikë po, po flas prej Deçani. Prej Deçani po. Me kamion. Me kamion, me transfer. Okej. Vetë kështu hec kjo punon me është Po, në gjendet mirë teknike, hec, po, më ngadalshme. Më nga dal, po absolutisht. Kot më të pyet. Se çmimin e parë pas ke fituar sot domethënë. Nuk e di, Ja halo. po ta themon publikisht. Okej, muhabeti. Faleminderit. Kështu me sa shofën. Kur s'ka shpejti. Jo, unë besoj se ti e ke marrë çmimin e parë se është makinë 100 e sa i bjen. 103 vjet, gati 3 vjet. 103 vjeçare, kështu që takon me e pas. Faleminderit. Shërbimet ku ja bën? Po nuk ka pas nevojë shërbime, ne kemi marrë në këtë gjendje kështu, trujtun e kemi marrë, trujtun pe mbajmë, nuk ka pas nevojë në servis të madh mi bë. A punon funksion? Gjithçka është me pjesë veta origjinale të veta. Ka të me të pyet gaz, se na shqiptarët kena marrë me ditë sa e ke rrogën. Po rrogën s'po pyetje, sa e keni ble? Mos nuk kisha thonë me çmimin sa kemi ble. Mos më thuaj fiks. Nuk është edhe transporti ato Mbi sa ose nën sa. Domethënë mos i thuaj shifrën e saktë. 20 deri në 30 aty sillet. 20 deri në 30.000 euro. Po. Realisht ja vlen Po. ja vlen Jo, ja vlen qefi, ja vlen dëshira, ja vlen prezantimi. Po absolutisht. Gjitha. Bukur. Shumë faleminderit. Suksese. Faleminderit për juve. Hajde respekt. Faleminderit. Makina 102 vjeçare, tu dash me munsh 103 vjet vllaçko. Sheve çfarë makine? Ku je kameraman? Sheve çfarë makine? Sheve sa e bukur, interesant, sigur ato zizat e kohës partisë dikur që kanë qenë. Shiko pas ka pasqyrën brenda, e mbajtur e mirë, 102 vjeç. O vlla, 102 vjeç makinë. Edhe më duket që ka, nuk e di, a është auto gaz? A është automat apo është manuale? Manual, po 102 vjeçare. Hajde e futu pak lutem vëllezër pak. Në qoftë se e ke Nuk ka problem. Gjigant, po të dalën nga ana tjetër. Ti e vozit, a? Po ai shoferi bor po. Ti e xhoveri, a? Po. Okej, kjo është manuale, a? Po manual është. A e ke të vështirë me vozit? Po ai është pak vështirë se i ka gazin e ka të vulloni edhe tash. A të volloni e ka gazin? Vulloni e ka stoko. Interesant. Hajde shifja pak pedalet, frenat, gazin to, freksionin poshtë si i ka. Shikoj pak se çfarë si i ka atje, ja. 102 vjeç tu i bën 103. Nuk e di tash ata njerëzit që e kanë prodhu, po mundesh me hap pak. Hajde shoj pak motorin. Ja ku është motori këtu, shikoja pak. 103 vjet makinë. Njerëzit që e kanë prodhu asnjëri nuk jeton, krejt kanë vdek. Njerëzit që e kanë prodhu këtë makinë, krejt kanë vdek. Makina akoma të punu. E bukur, shumë faleminderit, respekt. Hajde vazhdojmë pak të një makinë tjetër, të cila makinë tjetër mund shkojmë. Kam ka shku Karabi. Ku e kam Karabin? Kam dëshirë me gjetë Karabin. Karabi është një djalë shumë mirë që e njohta në këtë vend. Është kryetari e Oldtimer Club Ferizaj. Por shikoj, interesant, që kjo makina tjetër. Çfarë makina është kjo? Kush e ka këtë? Kjo makinë e vitit 1981 Ramiz Novaj. Shumë interesant edhe kjo. Ta shohim atë makinën tjetër pak bro. Çfarë makina është kjo? Shive kjo tjetra çfarë makina. Kjo makinë e
Mustang 1969. Michel Rohman. Që ka e huj Michelli? E një makinë shumë e mbajtur dhe shumë e mirë. Nuk e di, do t'jetë restauruar apo jo, nuk e kam idenë, por realisht diçka interesante që ka. Kështu që mori çmimin e parë më duket ai zotnia. Hajde këtej, shive pak, i thashun, ma ka marrë mendje që e mori çmimin e parë. Një vetur shumë i rrallë. Po, mundesh me mikrofon në qofë se keni diçka me prezentu. Ja çmimi i parë. Edhe Ja ku kemi çmimi e parë. E kom ditë. Ja ku është çmimi i parë. E mori çmimin e parë Gazmend Sylaj, prej Deçani, me makinën 103 vjeçare. jena të shku të një Cadillac i Altinit, viti 1959, vetura ma originale në këtë organizim. Mos më thuj që më keni dhënë çmim edhe mua. Po edhe ty ta kena dhënë një çmim. Edhe unë kam çmimin vetura ma originale, ma pas kanë dhënë një çmim. Me përmirësu juve, jo Altin, po automjetit. Automjetit, absolutisht. Është ma original. Automjeti ma original se unë. Po. Absolutisht. Se unë i kom bëme me hund, me vesh, me vetla, me ketë. E kështu që ky Cadillacu jonë po fitoj ka një çmim si ma originali. Realisht faleminderit shumë prej Klub Oldtimer Prizren. Shikoni, morëm çmimin ma original. Ne jena original edhe në shikim, edhe në klikim, edhe në mision, edhe në gjitha aspektet jemi original. Edhe në natyrën e shprehjes, edhe në natyrën e qëndrimit, edhe në natyrën e jetës. Ne veç fake jemi. Edhe për original, e vlerësoj këtë çmim. Faleminderit shumë. Më mbaj për të lutem. Ndoshta nuk i nevojti për vegla pune, po megjithatë për të përgëzoj. Shumë faleminderit. Qase suksese. Shumë faleminderit, turit nera. Këtu është dhurata nga, ma thuj si e pati emrin. Brand Zvicron, firma Kraftwerk që jemi përfaqësues për Ballkan. Ne kryesisht mirëm me solucione që jemi të shtrijën këtë Ballkanin. Ky është njëne për brandeve tona. Bukur shumë. Dhe ti vetë personalisht je? Unë jam Selver Shala, pronar i kompanisë Part Center. Part Center. Po. Bukur shumë. Bazën Part Center the best. Bazën e kemi në Liechtenstein, operojmë në Zvicër, po edhe në Ballkan për 2005-s. Bukur shumë. Sukses edhe njëherë. Shumë faleminderit, urit nera. Faleminderit shumë. Shumë Faleminderit. faleminderit shumë. Shumë faleminderit, shumë respekt. A shef kur je original merr edhe çmime vëlla. Shumë faleminderit. Vazhdojmë me pjesën tjetër. Vazhdojmë, çmimi i parë u dha makinave vjetër, çmimi i dytë original, siç e din këtë bota, edhe çmimi i tretë tash ta shohim kush e ka. Kush Visar, kush e ka çmimin e tretë? Edhe cili është ky çmim? Çmimin e tretë e ka Triumph TR4 i viti i prodhimit 1967. Kush është pronari? Pronari është Spike, ky zotëria këtu me maicën e kuqe. Spike është shqiptar apo? Jo, kjo është angles. Angles. Angles po jeton në Sloveni. Okej, kjo është Disa vite që vjen në edicionin ton, edhe po ashtu e ka maicën e veshne tonën viti 2017. Bravo. E ka rujt. Bravo, bukur shumë. E kjo çmimi i makinës i tretë është për Destinacioni më i lartë. destinacioni më i largët. Atëherë, po. Kjo makinë është destinacioni më i largët. Ky si e pa emrin ky? Spike Triumph. Kjo makinë ka ardhur nga Anglia. Destinacioni më i lartë meriton çmimin e tretë. Shumë faleminderit që ka ardhur prej larg. Edhe shumë suksese. Faleminderit. Vazhdojmë me pjesën tjetër. Ky është tipi. Ja çaj bëj këtij tipit. Ky është ky tipi që kalon mjegrën. Prej sot e mbrapa ky s'do më jek mjegrën mo.
Kjo është Bekzat Rushiti prej Dragonce. A jetu dash me ble dhe t'i një oldtimer apo jo? Pa tjetër. Kur ke me ble? Javën që t'vinë. Javën që vjen. Po. Cilën do me ble? Pa ja Cadillac si ty, janë i Mercedes. Ja i Mercedes. Po. A duket interesant me pasi? Shumë. Shumë mirë dhe ja vlen. A po knaqesh sot në mesin e gjithë tyre njerëzve? Po shumë. Përne me? Pasha zotin. A jetu pa ma shumë makina apo... Njerëz. Njerëz. Po dhe makina kish mjaft apo Po pa njerëz mirë? Shumë. Shoqënit mirë, njerëz mirë. Në rregull, okej. Ashtu, e? Pasha zotin, mira. Ja vlen. Okej, se ty s'malen sytë, di që ti ke sytë. Ja, barak jam të edhen. Ti e i madhë. Ordinare. Ti e i madhë. Ky ka sytë e rrezikshëm. Jo, pasha zotin, jo djali mirë, shumë. Ja, apo ordinare. Bekzati është virri. E kom shok Jaran edhe kena arë sot në prezent bashkë me Bekzatin. Pavarësisht shakave që po bëjmë ne, na tu kalu shumë mirë, na kanë pritë shumë mirë, edhe gjithë shka nivel, apo jo? Mirë ka qenë shumë, edhe hoteli o koni mirë, edhe buka o koni mirë. Gjithë shka ka qenë mirë. Edhe koha është e mirë. Edhe koha e mirë. Perfekto. A kje dëshirë me i përshëndet shikusit e folshit? Pa tjetër. I uroj gjithve shëndet më spari, sidomos diasporës në të vinë rahat prej konvent lindje, prej atje ku punojnë, dhe ju uroj sukses së shnetet të mira gjithë botës. Edhe ty Altin, po dhe muhe. Edhe ty edhe muhe. Bukur, faleminderit shumë. Me njerë kom. Shihemi. Për të mirë inshallah. Shihemi ma vonë, mos më hik dikon, se sa të marrë intervistën, bashkë kena me shkuani. Hupi unë, bashkë. Se ti më shef është në për njerëz. E kom shumë vështirë me gjetë këtë tipin. Se pak i vogël, po, ka qef më shef dhe me në për njerëz, dhe me kupa, edhe nuk e din të ka shkon në kërkosh. Hajde me mu se du me taku pak kryetarin e Ferizajt, Karabin, kam dëshirë me taku, se ishte shumë djali mirë, edhe du me fol pak për makinën e ti. Mu isha me gjetë Karabin. Kua Karabi? Hajde ma gjetë Karabin? Ku është Karabi? Janë kafe? Shko ma thirë pak Karabin ti? Thirë pak shpejt? Hajde. Ja po presim Karabin, i Ferizajt. Edhe pse po du me pritë Karabin, arsyeja është që i ka 16 makina oldtimer. Rekord. Me i pas një person 16 makina oldtimer, është diçka fantastike dhe shumë e mirë. Ta presim i herë, inshallah, është Karabi dikon, edhe ashtu na po. Një minut, thot Karabi vjen. Tashi, Rinori iku për një minut Rinori iku. Ku erdi Karabi? Karab, si të kom? Si ka love? O love? Si e ti? Ja, me Karabin unë njohem dje, pika djalit, djali mirë edhe kryetar, themelusi oldtimer klub Ferizaj. Karab, arsyeja pse dashta me taku sot është që përveç se je themelusi klubit në Ferizaj, i ke edhe 16 makina o vlla. A e din ku i kitë parkume, se leja i din markat e ty në s'pët beti? I din edhe markat, po edhe të parkume i kemi në për garajra, e kemi vendos. Disa për i marrim, i vëzisëm, i ekspozojmë. Tjerat janë halat garajrume, qashto. Okej, a mundesh me më thonë, dal në këton që mos ta za pritën djalit, a mundesh me më tregu të lutem, cilat marka i ke 16 makina? Kam Audi GT, kam 3, Audi 100 Turbo, Audi C4 2804, kam Citroen Diana, BMW 320 Cabrio, BMW 525, Mercedes SL 500, qa kam tjera mërë se pëharoj tash. Viral, ka me ikë që kjo, viral ka me shku kjo. Pëharoj tjera, kena Porsche 944, 2.5, kena tjetrin, qa kemi tjetër, Honda Prelude, e 1989-ës, një vetur shumë e bukur, kena Audi 4 Sport original, e vetëmja besoj edhe në Balkan. Tjetëri, Volkswagen T3 Caravelle, e originës e Caravelës.
Okej. Tjetër, çka kemi tjetër? Nuk pimoj me në këtë alten. Nuk pimoj me në këtë alten. Tash e këtë vërstimi Kime do modele tjera veç nëse vjen atje mi po se s'pimoj me. Kom marrë pa tjetër, veç da orë para kesh me fol pak për to. Ku i lena, ki garazh për krejt? Po, kam garazha kështu. Do atje. Po, se kështu me një vena problem. Problem me lani ven. Po kam garazha, një 7 janë kështu që janë garazhu me veç e veç, kurse tjerat janë me një objekt. Kështu. Ka lindi pasioni për oldtimer, se unë di që për kerët reja është pasioni të krejt, po për oldtimer ka të lindi edhe pse 16 makina? Po, këto makina nuk janë blej ketë për një herë, janë blej ko pas kohë, po janë gjitha makina që më kanë pëlqy. Tani e kom marrë një, edhe tjetërën, është pak smundje kjo. A është smundje vërtet? Është e vërtet. Pra, a thuju shikuzve që... Nuk nalëm prap me gjetë një të mirër me blej. A blen tjetër prap? Gjithsesi. Ja, thuju shikuzve që ja vlen me blej se pa e provu nuk e kuptojnë se çfarë se si është. Për shikuz e kam një mesazh. Veturat oldtimer është investimi më i mirë që mujnë me bë për jetën e tyne. Për një kohë pak më të vjetër. Si për shembull, një vetur sot mundesh me investu 5.000 euro me blej, mas 10 vjetëve besoj e kalon mbi 30-50.000 euro. Është investimi më i mirë senari për momentin. Absolut, senari. Jo çfarë mesazh, jo gjigant, 100%. Po janë nisi me blej edhe unë ka dalë. 100% është më i vlefshëm se shkon shumë më shpejt rritet vlera se orit se çdo produkti tjetër. Hajde tregoj shokut ton kur e keni ju Ferizaj tash organizimin. Organizimi jo në Ferizaj është me 26 dhe me 27 korrekt. A keni me bo diçka ekstra më ndryshe apo? Po besoj ka më thonë festivali më i madh në Kosovë në herë që o bon. Më i madh në Kosovë që o boni? Po, pa tjetër. A t'ju tregojmë? Po, pa tjetër. Është festivali më i madh në Kosovë që o bon në herë do t'jenë Ferizaj. E ku do bëhet? Lokacioni se kemi caktu janë 2-3 opsione ku do të bëhet. Po saksisht e njoftojnë adikon 2 javë para kohës, para festivalit, e qesim në për spoli, në për klubit, tonë, në për rjetët sociale, e shpërndojna. Ndërkohë ju që jeni të na ndjek në për emisionet ashe, vetëm mjafton në qovë se do në me marrë dikush pjesë me shkrujt në Instagram në rjetët sociale e Oldtimer Club Ferizaj edhe i shihni informacionet. Kora bari me mu pak ta shofim makinën tënde, edhe më trego pak çfarë makine është kjo, BMW e di, po pak specifikat me mi tregu se më duket interesant. Kjo është një BMW 320 benzin e vitit 1989. Kjo nuk është shumë e vjetër, po për shkak se ka pëlqy fëmijëve e ka marrë, është kabriolet, punon mirë shumë, e ka gjendjen e mirë. Hajde i pyetje. Njëna prej atyne. Njëna prej atyne që të pëlqen. Një pyetje konkrete tash, momentalisht. Njerëzit që e kanë pasion oldtimerin kam dëshirë mja po këtë pyetje. A kështë marrë të para një oldtimer apo i Ferrari i Lamborghini? Në kam pasë edhe Ferrari, po së më banë përshtypje si kur këto. Nuk banë përshtypje? Jo si këto, jo. Këto më përmbushin taman, janë një pjesë e jetës temë. Më përmbushin si kere. Ferrari i Lamborghini jo? Ja, janë vetura shumë të mira edhe ato. Po nuk më përmbushin. Ato së përmbushin? Jo, absolutisht jo. Interesant. Këto janë diçka tjetër. Ja, edhe e sy pak të lutem BMW-s Korapit. Ja ku është BMW-ja Korapit, 1989. Kush e tha këtë fjallin se më bërë me qerë shqiptari? A jemi live? Po. Në. E bukur kjo. Okej. Korap vetëm pa ta dëshirë me të pa, me të taku, edhe me të përshëndet, edhe me të ru suksese, edhe për makinat, edhe shrije me 26, 27, kur ta vendos një lokacionin në Ferizaj. Jeni të ftomë edhe jo pa tjetër. Unë edhe shumë të tjerë. Faleminderit shumë edhe gjithë tjerë. Pika e djalit Korapit, a dini? Vazhdojmë me pjesën tjetër. Faleminderit shumë. Kjo makina këtu më bën përshtypje, po se di ku është i zoti i saj. Kjo makina me flamur amerikan, pa ta dëshirë me e ditë ku është një burri i burë që e kom pa, nuk e ditë se cilit është momentalisht, ku mundë me gjetë, veç shumë pa ta dëshirë me folë për këtë makinën. Ja edhe ja i sy çfarë makina është. Nuk e di ku është.
nuk e di ku është se këto makinat i lejnë tu pronarët që i kanë edhe lëvizin, i lejnë vetëm sa për me u knash shikuesit, vizitorët në fal, edhe me po fotografi, vetë kush e di ku janë të hangër në i biftek, në i drek, edhe këto kështu me rrallë. Por që më bëni përshtypje, pata shumë dëshirë. Hajde shkojmë pak të këto makina tjera, t'i shohim, shumë interesant të makina. Për ndryshe, pak më lartë ishte edhe makina, pak më lartë, ja do dalim pasaj, do dalim pa tjetër të makina që Kina, i ka dhuru Enver Hoxhës në atë kohë, sepse i ka pas raportet mira me Kinën Enver Hoxha, një makinë e dhuruar Enver Hoxhës, Shamia Kuqe quhet, do ta vizitojmë pasaj. Kjo, çfarë makina është kjo? Modeli është Mercedes 220S Valon Emra Gjakov. Shumë Mercedes i mirë. Kjo makina tjetër këtu, edhe kjo më duket Mercedes 190C 1965 Hayret Kreba Prizren. I Lucernit që ka ky. Hajreti që ka Lucernit, si që jam e dhone. Shive sa atmosfere bukur bëhet tu në Prizren. Sot shive sa njerëzit kanë dalë, sa vizitor. Kjo është gjallëni. Kjo është e bukura e këtyre eventeve që duhet mbajtur sa më shumë, sa më shpesh në trojet tona, sepse vinë njerëz nga gjitha anët. Imagjino tani edhe anglezi kishte ardhur tash e sa vite që ka pjesë e festës oldtimerave këtu në Prizren. Shikoje sa festë bukur. Jemi në drejtimin e makines që i është dhuruar Enver Hoxhës nga Kina. Jam kureshtar më shku me e pa se si duket edhe çfarë dizajni ka. Edhe sa e madhe është. Është interesant se është edhe e madhe. A i të mujt me e të e luqk. A i të mujt, halë me mua. Pas shanonën këna me bojt i qka të forcët. Emision interesant që dirë me i po vetëm Full Ship Show, edhe ma e furta, që kam ka po përshtypje sot gjikanda, se kom dit që na e morim çmimin e originalitetit. Pra, do më thonë, jena original Allah, edhe në makina jena original. S'kena prek kur gjo, s'kena fut dorë nda heq, si kur kanë zirë fabrika, qërso, edhe onë, qërso që shumë ka zirë fabrika, edhe onë s'kom po së ndryshim. Hajde vlasë më mërzur që e ka. Shikoni makinat tjera, shikoni qëfar makina shka këtu, në dy anë ka makina, edhe në këtë anë, po të na me shku pak të ajo që ju përmenda. Kërë sa shumë lëvizje ka, vla, shumë njerëz. Ta që e ki parasysh sa njerëzit dojnë me më folë, edhe më kanë folë, më kanë përshëndet, po kur e shofin kamerën, e kanë pak kompleks. Dhja ku është ajo Bisha, makina madhe, Shamia Kuqe është marka, unë e thash që është e Shamia Kuqe, se mora vesh jërë, po Shamia Kuqe që ka marka, edhe e dhuruar, ja, hajri këtu. Ja, kjo këtu, është në pronësi të Ministrisë Ekonomisë së Shqipërisë, që e lexova sot, ja ku është. Honqica, 770, jo Shamia Kuqe, Flamuri Kuqe, e pas kam ngatru me Shamia Kuqe. Flamuri Kuqe ka emrin, Honqica, 1966 e prodhuar. Ministria e Ekonomisë e ka në pronësi, Shqipëri.
Ja ku është makina që është dhuruar nga Kina, Enver Hoxhës në atë kohë, një makinë nuk e di, a është kështu blindshpuse apo si quhet kjo, ma thuj, miku. Si është kjo? Autoblind, e blinduar, pra. Ja si duket brenda makina. Ja shikoje pak, afro kamerat lutem. Shikoje se sa interesante duket. Edhe flamuri kuq. Pse e ngatrova unë me shami i kuqen. Ja dhe mbrapa, si hapen dyrt. Njëra hapet kështu, tjetra hapet ashtu. Ja të futem më brenda pa i kisë të shoh se çfarë madhësie ka. Interesant si ka nejtë në verin atë kohë. Ja 2 kamët, unë jam 2 metra gati, e nuk unë prekin kamët, të në qofë se shef diferencët, ja shefe kamera këtu, lutem, shefe sa. Shumë interesant kjo makinë. Me perde, se në atë kohë s'ka pas gjamatëzi, ja ku i ka perdet, ja perdet, në qofë se kthehe shërgjia me i pa, bravo, shikoj se çfarë perdesh, me plastik poshtë, shumë e mbajtur e ruajtur, një makinë e dhuruar nga Kina e Enver Hoxhës. Ja, e mbyllim këtë, hapet si puna e Rollsit, paka shumë. Në 2 anet, ja shikoje mrapa, hajde këtej pak, Hongqi, me shkrim kinez, ja shikoje pak. Hajde mere vesh tash se çfarë marke makines është, a vazhdon kjo markë mu prodhu sot akoma apo jo, nuk e di, vetëm se e di që është diçka interesante dhe më duket, po, manual, jo, është elektronike, pra dhe më thonë, automatik, haj zot në ruj, pse sot më kanë hik fjallet, automatike, është makinë automatike, ja si e ka dhe Turinin për para, në qovë se e shikojmë për para, ja ku e kemi, ma interesant është targa me yll, ja, ky ylli, simbolizon flamurin e kuq pa tjetër ndoshta, sepse edhe kështu shkruan. Honqica 770, flamuri i kuq, 1996, Ministria e Ekonomisë në Shqipëri e mban këtë makinë. Shumë interesant. Tjetër makinë që do t'ju prezantoj në këto momente, mund të t'ju duket juve e vjetër, mund t'ju duket diçka e pa restauruar, por ka një domethënie shumë të madhe dhe shumë interesante. Kjo makinë ka qenë pronar i par legjenda, aktori i mirënjohur, kombëtar dhe ndërkombëtar, i cili i ndjer tashmë, makina e par e aktorit të njohur shqiptar Bekim Femiu. Ja ku është një makinë Peugeot 404 e vitit 1967. Një makinë që nuk është prekur asnjëherë. Realisht kjo makinë meriton që të vuhet dorë për respekt të madhit dhe të paharruarit Bekim Femiu. Mirë, por këtë makinë e ka patur në posedim pronari i parë, pra këtë Peugeot të vitit 1967. Një makinë shumë interesante, në qoftë se vjen këtu regjia, e shohim këtu brenda, ja që ka poshtë në fakt e ndryshkur, shumë e dëmtuar, mirë por ka domethënien e madhe, e ka patur Bekim Femiu këtë makinë, pronari i parë, Peugeot dhe shumë interesant. Ja, është interesant me restauru dhe me fut në funksion edhe herë këtë makinë, se ka domethënie të madhe, absolutisht që po. Se këtu e gjeta edhe organizatorin kryesor Ramiz Burgia. Hajde më trego pak a e lodhë me organizu gjithë këtë rënë. Problemi kryesor më do këtë jo mune në këtë festival.
këto. E pse i pse? Po e ku mush sheshen me makina, kështu që pak problematik. A komuna ta di për nderbe, se kjo është ardhë në vetë, apo jo? Po, patjetër, kemi bashkëpunim edhe me komunën, se pa komunën nuk bëhet këto festivale, absolutisht. Përshëndesim. Ti makinën, cila është makina jote? Unë kam BMW 635, Okej. edhe një Citroen Spacek, që është përballë me tash për momentin. Cila kjo këtu? Hajde na trego pak të lutem. Hajde ta shohim pak makinën tonë, Ramiz, se po më duket interesante. Ja, dalim nga ana tjetër që mos i pengojmë ata që janë duke bërë foto. Ja, kjo makinë është e jotë, ja. Kjo makinë është pronë e babit. babit, Babin se kemi të ndjerin që 9 vjet. E ke trashëguar. E kem trashëguar, tash mendojmë të trashëgojmë djalit që të jetë një trashëgimi familjare, një idol i familjes. Kush shef këtë makinë din që është familjes tonë. Absolutisht. Se në qytet nuk ka vetëm një është prej kësaj, në Prizren po mendoj. Çfarë viti është kjo, Ramiz? Kjo makina që 70 vjet nuk ka ndru formë. Prej që është ka prodhu prej para 70 viteve, edhe vitin e fundit është prodhimi 86, ka përfundu prodhimi, po njëjtën formë kanë prodhu 70 vjet. Pas një shtesë. Kjo është asë një ndryshim s'ka mbo, 70 vjet. Okej. Frances është. Interesant, franceze, e? Po. Qa është kjo Citroen, e? Citroen, dysheve i thoi në Francë ta. Citroen në gjuhën tonë, Spacek i thoi. Po, i kuptoj. Shiko pak në qofë se vjen këtu me e pasë çfarë rezet të kësaj ka. Po, rezjo është si me qenë rezja e derës shtëpisë. Ja, shikoje, një e vogël, vetëm e shtyp kështu, edhe e tërheq. Ja dhe brenda se si duket, Ja, ku është. Pasioni mbi gjitha, Ramiz, e? Po, edhe shoqënia. Edhe shoqënia. Shoqënia është kryesore, mandej vjen pasioni. Po mos të jemi të shoqënushëm, atëherë nuk vlen trim bashkë me makina të parkuar. E këtë vend e organizoni çdo vit, apo jo? Çdo vit organizojmë, si vjet është organizimi 20 vjetori i klubit tonë Oldtimer Klub Prizreni. Në fillim kur kem nis, nuk kem pas ndoj ken ta imitojmë, se në Kosovë s'ka pas klube të tilla. Jemi ndër klubet e para në Kosovë. Tash kemi klube tjera në Kosovë, kemi Prishtinën, kemi Deçanin. A mos është me thonë që ata kanë ku me kopju tash apo si iro? Po ata jo që me kopju, po na i ndihmojmë me formu. Hiç pa kopju, s'ka nevojë me kopju. Nga të hapën për këtë pjesë. Nga që thënë as kena pas ku me kopju, domethënë vjen që këta kanë ku me kopju. Këta e kanë malet, normal. Vjen mirë që keni orë këtu. Respekte. Faleminderit, zoti Druj. Shumë suksese. Vazhdojmë se është diçka shumë interesante që po ndodh sot në qytetin e Prizrenit, një mbyllje e sezonit Full Ship Show, ku dua realisht t'i përshëndes dhe t'i falenderoj të gjithë partnerët e Full Ship Show të dhe njerë nga zemra, të gjithë shikuesit e Full Ship Show nga zemra, të gjithë shoqërinë, stafin tim të mrekullueshëm, edhe të gjithë ata që na shikojnë në rrjetet sociale, në televizion dhe gjithandej. Është diçka e bukur që po e bëjmë këtë mbyllje në vendin tonë, në Prizren, edhe është mirë që kjo fest, që është një art në vete, të praktikohet në gjitha qytetet e Shqiptarisë dhe të dhurohet kjo kënaqësi edhe një herë po e them të gjithë shqiptarët ta në mbanë. Ja sa gjë e bukur sot, nuk e kam ditur që në Prizren, faleminderit shumë, nuk e kam ditur që në Prizren ka kaq shumë gjallëni dhe kaq shumë njerëz. Shikoni tash makinat të lëviz, të dal, ja sa bukur kjo këtu. Po hec, bravo, bukur shumë. Ja kjo tjetra këtu. Sheh sa gjë e bukur. Ja, kënaqen o vëlla njerëzit. Ku më shkoj kamera vëlla se më hupi, që kua. Hey. Tash mos më hupet që kanë. Ja sa gjë e bukur. Në Prizren po kalosh shumë mirë. Që ka një qytet që ja vlen edhe me vizitu Prizrenin. Do t'i bëjmë reklamë dhe Prizrenit sepse qyteti i lashtë, i mirë dhe me traditë, me kulturë, edhe me kuzhinë fantastike, edhe me njerëz fantastik, edhe me pritje shqiptare fantastike. Do ta gjejmë një pikë mbyllje tash, ma nxjerr pak dron që të mos sill, ta gjejmë pikën e mbylljes për emision.
të aeroplani jonë, ku në tashi për momentin po i largoj këto tabelat, po i lo këto, edhe po e hapi makinën, që hapet edhe me qelës, po e hapi mas jam i gatë qështu, edhe po e bëjmë një mbyllje spektakolare të emisionit sot, që kjo makinë merr 6 veta, 3 përpara, lejohen mull 3 përpara, 3 përmrapa, 6 veta. Po me konë ata vetat, sikur jam unë i madh, problemi morë 6 veta. Kështu që bleni oldtimera, makinat vjetra, sepse është investim i duhur. Është e tha shumë mirë Korabi që është si me ble ari, flori, gold. I rritet vlera vetëm i shtohet çmimi. Ju përshëndes gjithve, Zoti ju ruaj gjithve, edhe shihemi në sezonin e ri, duke ju falendruar edhe herë të gjithve shikuesve tonë të Full Ship Show-t, që kemi pas një shikueshmëri të madhe në rrjetet sociale, mbi 100 milion views në Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, gjitha postimet, mos ta keq kuptojmë, gjitha postimet për gjithë sezonin e më shumë, edhe në televizion, pa marrë parasysh, në radio televizion një jemi jashtëzakonisht të shikuar dhe shikohemi pasi është një televizion që e lidh diasporën me vendlindjen, edhe dua t'i falenderoj partnerët e sponsorët tanë që kanë qenë me neve, Zoti ju ruaj gjithve, mos harroni që do vim sezonin e re, më të fortë se asnjëherë tjetër. Sezonin tjetër të Full Ship Show-t, mbajeni mend që kena më konë edhe 2 herë më të fortë. Bashkë me këtë tipin mrapa që aty qesh aty mrapa, kena me e kallë, kena me e tranu. Dije që ju du shumë, ju falenderoj shumë për çdo shikim, lëvdat, koment të gjitha. Stafi imi dashur ju dua shumë gjithë, ju përshëndes prej Prizrenit, Zoti ju ruaj, vazhdo me pak pamje lart, sikur fluturojmë gjithmonë.